Këto e nesën rrugën pa i qolla kushtet natyrale, ku dhe shkojë ujti, ku dhe shkojnë rrugët, ku dhe shkojnë... Uji është faktori njeri problem. Se çdo projekt që bëhet, gjindreqet, dohet shefen kushtet natyrale. Këto e nesën rrugën pa i qolla kushtet natyrale, ku dhe shkojë ujti, ku dhe shkojnë rrugët, ku dhe shkojnë... Faktor është një faktori njerë. Unë kum hek vrejtjen që 3 vjetë gjimra e ora lush. Va oqa vrejtjen se nuk punon në këtë mënyrë. Para do të rregullohet shtrati lumit, vetë në vend vetë lumi, po masanet nes një projektin të bëni. Kështu ka pas një gyp, ka pas një kanal të bëhë, shtu i mshelën këtë. A ne e banë këtë marzej, e ngrenë në rrugën, unë që 2 vjetë, ora mrej ledi. Dhe se në mbajnë? E nëse në mbajnë, që e ku majlë, që e majlët është, që. Apo ka dalë shumë domë? Po domë, maj 1.000 euro, ko domë, 1.000 euro do të bliza hire qëtër. Dhe shkjo, pra 5 euro është një balbar. A di kush të interesohet për domën të? Askush. A i një janë ka më pare? Po, janë ka më vjetë, firma tha da regullojnë. A ba, tha dami ka shpërthire, ka da regullojnë. Ato masa nuk morën, që 2 vjetë gjipone, që të kur një farmase s'kanë morë. Insistimi jem ka që kjo të qilet, që kjo. Ato, a mëna ka pas vendin që a gje. Tha, dhe shkoj uj dhe hipjet nalt. To shefet, kushtet natyrore dhe të miren për basë. Kushtet natyrore është të grobë. A në këto ka pas një gyp që e ka vjellë këtë ujtin, se ka shajna, e kom lidhe. E këto se regulon që atë punë, të ja palon, grellën e mushën e usosve i moke.